Me qëra fjala shumë interesante, është një ndalim në kohë dhe nuk ngel së çuditur i kur njeriu me idetë që çdo fotografim është si i përjetshëm, që i përket gjithëve, gjithë kohërave, gjithë njerëzve, gjithë shkaje, e çuditshme. Arti i fotografisë e ka këtë avantazh. Foto që po të tregoj tani është në ballinën e publikimit tënd, pa pik, pa presje, onufri, mos duhet ta tregoj diku tjetër, ku si? Ke njishi apo ke njishi? Ja ku është njishi, që tregon madhomendja një rrugë Shkodre, më duket mua, jo? Kjo është Parruca. Parruca, një prej lagjeve të Shkodrës. Po është hapësina urbane, është ndërthimi, këtu jena në 69, mos u gabosha, ndërthimi, rinërthimi i hapësinës urbane, kjo është Shkodra bashkohore. Kuptohet ja sotmja, po e para 50 viteve. Ajo që kam njohtur në fëmijë, edhe besoj edhe ti kur kjo në Shkodër, një formoshet. Është një hapësinë urbane e cila deri tani ka mjetu kohës, tash ti po shkatërrohet për ditë më tepër, fal babzis, atyre që e konceptojnë jetën në volumetri betonit dhe jo në kulturë dhe në identitet. Kjo është identiteti, po thona, më modern i Shkodrës, por para kësaj figure ka një Shkodër tjetër, e cila ka është qytet, ka hapësinë urbane dhe krijon qytetar formal. Ardian, do kisha dashur të ndalem këtu vetëm për një gjë. Shkodra e post 44-s ishte një Shkodër që kishte një lloj konstipacioni stilistik, po ta shohësh, ndërtesat janë të mëdha, po ne e dim shumë mirë që edhe pse këtu ngjajnë mirë, ato ishin të vogla, por me fut shumë njerëz, edhe njëkohësisht, pra, ti mund të ankohesh e diqysh në ndonjë moment. Po Shkodra e momentit që ka një si mos vetëpërmbajtje, në këtë sens, pse kjo e dyta është më e rrezikshme se kjo e para? Po përpiqem me shpjegu se pse mund të kthehet në diçka jo e rrezikshme, se edhe po ta fshish memorien e një personit, ai që do të vinë mbrapa nuk do të jetë i rrezikshëm në krahasim me atë parin, do të jetë dikush tjetër. Nëse do ta fillojmë çdo herë historinë tonë nga abetarja, nuk do të mërrim kurrë me kriju një identitet. Ajo pjesa e përpashme, edhe ajo pjesa e ngushtë, e ftohtë, jam rrit në atë ambient dhe i di edhe të metat e tij, e ngushtë, e ftohtë, jo komode, e vjetër, ka bë pjesë të identitetit. Të rush identitetin nuk do të thotë të muzealizosh gjithçka që ndodhet në hapësinë urbane, por të rush pikrisht me dije, me urti ato elemente të identitetit urban të cilat krijojnë histori. Po t'ju them se asgjë për hapësinës ndërtuar të 20 viteve të fundit nuk hyn në historinë e arkitekturës botnore, as asaj europiane. Kjo duhet të ishte një banalitet, pse është kështu. Një pjesë asaj arkitekturës otomane, pseudo-veneciane të Shkodrës më pashme, sigurisht që ka një vlerë, edhe që riprodhon forma klasike, si ato ti Romenos. Sot ajo Shkodër po zhduket, vetëm po të mendojmë se kafja madhe është në shemje, është ju shem, s'ka me vetëm një cip e holl, vetëm sa me rrejt sytë e njerëzve, po të gjithë e dinë sa është shem. Pra, jemi shkatrimtar, nuk e duam identitetin. Jemi si ata nomad që kur e në një vend, lëvizin tek një vend tjetër.